mirë se erdhët në podcastin. E kishte Bori rënë. Pipakuj. Kam unë tani. Pipakuj. Need some water. Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët tek podcasti ynë Tek Sheri. Ky është episodi i radhës dhe i ftuari ynë special është Bori. Mirë se erdhe Bori. Përshëndetje dhe mirë se ju gjeta në podcastin tuaj. Faleminderit. Sofi sot do ta ketë ngjitur Borin, do t'i bëj aty pyetje më shumë fani, më shumë. E po mos e thuaj që tani se. Atëra. Ne e dim që karriera jote e muzikës ka filluar që prej kohës që ti ke qenë në gjimnaz, apo jo? Po, në gjimnaz më akoma. Pa. Cili ka qenë frymëzimi yt për muzikën dhe si e ke zbuluar ti këtë frymëzim dhe talent? Po, frymëzimi për muzikën ka ardhur që i vogël. E mbaj mend kur vija tek shtëpia e gjyshes dhe i gjyshit, gjithmonë rija tek dritarja dëgjoja muzikë dhe mendoja sikur këndoja unë. Edhe që atëherë domethënë lindi ajo dëshira e madhe, duke patur pasaj edhe njerëz përreth që ma bënin të mundur që mund të vazhdoja muzikën, edhe vitit kalovi dhe unë e mora si primare në jetën time. Po. Unë do të pyes. Sepse detyrimisht si karrierë është e vështirë. Edhe tani që je akoma dhe në gjimnaz, je akoma i ri, mund të kesh disa momente që je ose dyshues me vetveten, ose ka asë disa probleme. Dhe detyrimisht duhet të gjesh mbështetje diku. Të pyes, a ka dikush apo disa veta që të kanë mbështetur më së shumti gjatë gjithë rrugëtimit tënd? Ka shumë. Janë çunat që bëj këngët, çunat e mi që jam rritur, kam një mikeshën time të ngushtë. Domethënë një rreth i fortë që gjithmonë më mbështetet edhe në momente kur unë jam për të rrëzuar që s'do ta vazhdoj, ata janë prapë që më mbajnë lart gjithmonë. Sa mirë. Po mbështetjen e familjes Bori, besoj se edhe mbështetjen e familjes. Jo? Këtu pa grop. E po mirë, familjet gjithmonë duan që ne të marrim mirë. mirë. Janë më shumë pas shkollës. Patjetër. Tipike familje shqiptare. Nëse, ja, kalojmë për një pyetje tjetër. Unë jam kryesore për të procesin tënd të krijimit të teksteve, punën në studio, këto detajet e voçkla do na i tregosh ti tani. Detajet e voçkla, po shumë të mëdha në ato janë domethënë komplet të gjitha tekstet i shkruaj vetë. Janë çdo gjë eksperienca, historira të dëgjuara, po më shumë domethënë ka çdo gjë është reale dhe mundohem të jem çfarë shkruaj aty të jetë me jetën time dhe me gjëra reale, jo të gënjej kod kështu. E kuptoj. Vetë katër në shkëtë. Stefani? Tani ne do flasim pak për këngën tënde të parë. Bravo. Freestyle. Po. Do na thuash pak si erdhi ideja për ta krijuar, ishte kënga jote e parë, emocionet, frika? Kënga ime e parë e publikuar. Kënga e parë është tjetër. Po. Thuhet guxim ajo dhe e kam vetëm demo, po rrjedhoja e hedhjes të këngës të freestyle-it ishte me çunat e studios. Jemi disa veta që bëjmë muzikë bashkë aty dhe thamë që pse jo mos bënim secili nga një freestyle dhe ta iknim tek YouTube-i i producentit, i faqes. Edhe secili bëri të tjerë, unë isha një prej tyre, edhe rezultoi kënga ime e parë nxjerr. Freestyle. Në fakt, ajo kishte disa vargje që duke që ishte bërë në rreth miqësor. Po. Kështu që. Okej, atëherë ne do të dëgjojmë freestyle nga Bori. Yo bro, by Bori. Faleminderit Zot për çam kedhën deri tani. Më kedhën vështirësim ke bërë forë si stuhi. Mua më dhe shansin që nuk ja dhe asnjë. Prandaj jam këtu sot e një pjesë me kanë zili. Preferoj të luftoj kundra çdo lloj goditje. Të gjithë mirë e din Bori ka bërë arritje. Kam disa tekste, po qëndroj në pritje. Mësoj vetë nga jeta, nuk bëj përsëritje. Si shoqëria jon, rastet janë shumë tralla. E duam njëri tjetrin që t'vegjël si në pralla. E kemi një vend tonin, baza tek mahalla. Rrethin e ngushtë si taulan talla. Njësh me rrezikun je oksigeni im. E kam një mesazh në këngën guxim. I shkruaj vetëm tekste e bëj me dëshirë. Me fletët e mia në botën e lirë. Bori, ti përmende që nuk do të gënjesh në përkang. Po. Unë nuk do ta quaj
edhe këtë pyetjen sikur gënjen apo thua të vërtetën. Ato çfarë shkruani, ke ide direkt spontane, janë të gjitha tëndet, apo dhe mund ta mendosh, për shembull, jo ta gënjesh, po ta trillosh pak ose ta hiperbolizosh. Tash Atë çka shkruan. për trillime nuk ka gjë të trilluar në ato vargje këngësh. Po çdo gjë është e bazuar nga jeta time dhe nga ajo që mendoj unë se mund të jem. Ku mund të jem më vonë, e kupton? Edhe çdo gjë i lidh me tekstet, i lidh me jetën time dhe mundojmë t'i bëj bashkë, që të dalë diçka e bukur. Ti edhe qëndrueshme, të jemi 5 vite ne ta dëgjojmë këtë këngë dhe prapë të na pëlqej. Po, Patjetër, kjo është ide. edhe 10 vite. Shumë interesante. Flasim pak për shitet tua muzikore. Kush janë idhujt e tua, po ndonjë idhull i veçantë që ti ke? Nëse Thua një kuptova. artist shqiptar që kur ka nisur rrugën e rapit të mos ketë idhull, Noizin. si. Tua. Do të thënë primari në karrierën time ai ishte si idhull. Dhe ke dëgjuar që i vogël. Gjithmonë ka qenë me ato mesazhet që punon fort edhe ja del kurse ca të tjerë po duhet të kesh talent, po të. Mund të jetë vetëm artist shqiptar që pranon që nuk është më i miri, po është më i miri prej punës. Dhe prandaj është Po, idhull. Jo vetëm për mua, po për të gjithë. po. E kuptoj. Ndonjë këngë që je i lidhur kështu emocionalisht, këngë, okay, dhe të Noizit, të ndonjë tjetër, ndonjë këngë jashtë Shqipërisë. Po në këto të Noizit. Në këto të Noizit, okay. Ku mund të asemi tjetër vend. Shumë patriot. Gjatë procesit krijues, procesit artistik, besoj se vështirësitë mund të gjenden kudo. Unë dua të di nëse mban më ndonjë vështirësi që ke patur ose në vija të përgjithshme, domethënë nuk po them ky varg s'po më përfundonte edhe ngela 3 ditë pa e shkruar. Dhe si mund t'i kesh kaluar pak që edhe ndonjë up and coming artist që mund t'i jetë duke e parë ta ketë si frymëzim, si inspirim. A bëre për uju. Vështirësitë e tekstit është thjesht pjesa që duhet t'i lidhësh mirë ato, që do kenë edhe kuptim edhe që të kenë rimën, që mos flasësh kot. Po vështirësitë, pjesa më e vështirë mund të jetë pjesa që nuk mundohem që të nxjerr ato të ardhurat për t'ia hedhur këngës. Se është ishte ajo pjesa që jam i vogël akoma, kam pjesën e shkollës, e do me thënë më balancon një qik, keq. Nuk kam një balancë stative që mund të jem në punën, në shkollë, të ndjek edhe muzikën, për momentin. Është thjesht kjo, prandaj edhe unë organizoj aty party. Nuk e di sa e dini, po që e di që e di. Kurse Edhe do me thënë një në 2 muaj kapim një par dore të mire, edhe ju shqejmë këte. Kjo është vështirësi më e madhe, kurse pjesa e teksteve janë ose për 2 ore ke tekstin gati, ose do prisësh frymëzimin që të vazhdosh. Ashtu është. Stefani. Ne zbuluam fare pak. Dorën pak. Këngës së dytë, Party. Po, Një këngë që nuk ka shumë që ka dalë, ka 5 muaj në qoftë se nuk. që në 1 shtator pas ditëlindjes. Direkt një. Po, Okej. Do na flasësh pak për këngën? po. Çfarë dëshiron Je, të dëgjoni si prej kri. këngës? Çfarë s'duam? Sepse që nga titulli Party është për party, Po. për diskoteka, Po. për një moment kur je me miqt. Si erdhi Tash frymëzimi? duke qenë se bëj party, Kështu erdhi frymëzimi. erdhi për party. Po, kur nuk bëja këngët, që nuk merresha me studiot, ndër tekstet e para që kam shkruar ka qenë refreni i partit, po nuk ka qenë në këtë lloj forme siç është sot. Po. Edhe ka ardhur në një formë tjetër frymëzimi tashi, komplet i frymëzuar për partit që kam bërë, edhe mund të flasë komplet për një natë në party, kur jem mbledhur. Po. Në të në përgjithësi kjo, edhe këngë për diskotekat, më shumë pavarësisht se nuk është aty ku duhet. Po që në hapat e parë kështu janë këto këngë. Këngë e dytë e publikuar. Këngë e dytë e publikuar, edhe këngë e katërt e bërë. Okej. Që sa im thua ato dy të tjera. E, po tash. Nuk thuan. Prandaj Nuk shojmë ka artistën. jetë Okej, atëherë ne do dëgjojmë këngën Sofia? Party nga Baj Bori, që teknikisht po e përkthesh thua nga Bori. Nga bori. Po më mirë në anglisht. Usa mirelu,
diamanti. Hajde me mu sonte, po t'vjen fati. Ti m'shijon babe, si kur mjalti. Hajde zemër ti lujen pardin, po shkëlqen si kur diamanti. Hajde me mu sonte, po t'vjen fati. Ti m'shijon babe, si kur mjalti. Hey babe, kom pa dje pari. Shumë më shkonte si e lesa lajni. Gratë shumë e lartë, si avara si djalli. Je shumë e mirë vallaj. Lejti katë hajkse me mua. 500 gratë format e tua. Kur je me mua, zdi se qa thua. Gënjen kur thua të dua. Vëmendja jote duke shumë e madhe. Krejt shumë po thonë mendje madhe. Ajo duke si kunave. Uçar belaje, uçar belaje. Usamirelu, usamirelu, usamire bon me mu. Usamirelu, usamirelu, usamire bon me mu. Hajde zemër ti lujen pardin, po shkëlqen si kur diamanti. Hajde me mu sonte, po t'vjen fati. Ti m'shijon babe, si kur mjalti. Hajde zemër ti lujen pardin, po shkëlqen si kur diamanti. Hajde me mu sonte, po t'vjen fati. Ti m'shijon babe, si kur mjalti. Hajde zemër ti mos bo me hile. Nata shumë e gjatë, po du me boca stile. Ende zinatën, mos e bëj katile. Bum bum, alla hile. Tavolin me shoqe, quna ti kom gati. Duke bo poza tu strembu sistem dollari. Trupi si Maybach, fytyrën si Ferrari. Tunde se për ty o ky party. Edhe një herë po ta them, quna ti kom gati. Për këtë tem, bash me shoqe po një vend. Se këtë nat po du me uçmen, po du me uçmen, yeah. Usamirelu, usamirelu, usamire bon me mu. Usamirelu, usamirelu, usamire bon me mu. Hajde zemër ti lujen pardin, po shkëlqen si kur diamanti. Hajde me mu sonte, po t'vjen fati. Ti m'shijon babe, si kur mjalti. Hajde zemër ti lujen pardin, po shkëlqen si kur diamanti. Hajde me mu sonte, po t'vjen fati. Ti m'shijon babe, si kur mjalti. Tani Sofia do bëj pyetje $1 milion. $2 milion se janë 2. 500 grad format e tua. Grad. Më thuaj pak. Grad candy bën një rreth dhe pastaj bën edhe një tjetër candy. Nuk do të bëj 500 minus 360 se nuk di matematik. Apo 500 grad temperaturë. Temperaturë. Hot. Celsius. Super hot. Celsius. Edhe atë, trupin si Maybach, fytyrën si Ferrari. Ma shpjego çfarë do të thotë trupi si Maybach dhe fytyra si Ferrari. Që 500 gradë dhe more vesh ishte. E kuptova, hot. Hot. Maybach është makinë e shtrenjtë. Po. Është makinë luksoze dhe e ka syrin. Të çalon syri kur e shikon, më kupton. E njëjta gjë edhe për Ferrarin. Trupin. Si që të çalon syri të shikosh. Kurse fytyrën si Ferrari do me thënë që je. Okej. Vedë pse Besoj se u përcon mesazhi. Kurse Ferrari, makinë e shtrenjtë, besoj se. po që atë imagjinoja një vajzë me ato për masa dhe më trembi pak. Shumë interesante. Tani do kalojmë te pyetjet e shpifura, ashtu nuk të pëlqejnë. Ti Ti je në vit të tretë. Po. Angazhimi është shumë më i madh. Si arrin të mbash balancën mes shkollës dhe muzikës? Po hasi. Pra. Po rutina më është përveç tash. Në Kujtësishme. darkë në çik mësime, tërë ditën sa me muzikë, sa me Çik mësime. Çik fare. Do të thënë, mund ta gjej kohën për të gjitha. Pavarësisht se shkollën tash do të thënë në vit të tretë më shumë është angazhimi i provimeve, kurse Po. landet e tjera nuk është se më pengojnë shumë. Më shumë ato të provimeve, po që s'ka ardhur akoma ajo bumi i shkollës. Po. Do të thënë je i mirë Bumin e organizuar. kam do me thënë tash i fund shkurti që kam testet e 3 mujorit edhe maj komplet qershori që janë provimet kaq, pastaj mbaroi filmin. Në Universiteti i Kësaj Zotit. Mbaroi për tamamin. Për mua po se mba. E neve po. Ja Neve kalojmë në statusin që ti do lesh. Përveç muzikës, ndonjë hobi tjetër që e kemi praktikuar ose ndoshta e kemi lënë? Futbollin e kam lënë që i vogël. Ishte ëndra e parë po. Që disa djemve i ka ikur si sport. Aktrimin e bëj për hobi. Edhe aktrimi më pëlqen shumë. Basketbolli? Basketbolli po harova basketbolli. Sepse kemi qenë Basketbolli poshtë pa në shumë. palestra njërë dhe na ka thënë
Profesori. Plotësoni Kur me idhnim ekipet e basketbollit, të edhe dhënat shikoj tuaja. Bori atje, shikoj Mikaeli, shikoj Këpantit e smajment. Ne do kemi dhe sportizëm dhe artisticizëm Po, të dyja bashkizëm. në një prizëm. Po. Nëse do të bashkëpunoje me çfarë do lloj këngëtari, edhe pse e kuptojmë që jemi patriot, jemi shqiptar. Po. Cili do ishte dhe pse? Dhe në çfarë këngë, çfarë melodish, çfarë titull? Tash një do apo disa? Disa. Do i zemra aty. Po tash njëri? E dim. E dim. Po. Po. Merina Bala e kam një plan. Kemi planifikuar. Finemi pse jo, të rinj të dy. Qitër s'më vjen me. Ndonjë kështu amerikan ndoshta ose ndonjë. Po Central si jash lart. Po Çiksi larg. jo. Ëndër në Nuk Sara. jo, s'më pëlqen aq shumë stili. Ah, okay, në rregull. Qëndrojmë. Do të thënë më shumë këtej nga këta italianë ndonjëherë. Okay. Gjërat mita. Nga këta ku gjen veten. Po. Po unë dua të di ndonjë çfarë tip këngë. Çfarë tipi dëshiroj Çfarë tipi? Tashi, çfarë dua unë, do të vitë të them unë do bësh Po këtë tash këngë. ja, për shembull do fillemi këp të treshi. Shiko, se unë nuk i di këta. Të më falësh. Dhe prandaj dua të di çfarë. Po ndaj të këtyre degëve i dim. Po për shembull Merina Balaj më pëlqen syt e tu. Teksti gati. Nëse Prap nga jeta reale. Ta këndojmë tani? Jo. 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 Edhe të doja ti nuk e se do këndojsh. Nuk dua unë. E bukura. Prapë do këndoj. Çfarë profili ke zgjedhur? Lëndë shkencore apo shoqërore? Shkencore. Çfarë shkencore? Matematik, fizik. Tani çfarë kishe këta ti? Sofia që do vazhdoj vetë për Po, pra. shkencore, pyeti challenge shkencore. Se ka biokimi. Shkenca janë ato. Po shkenca mjekësore. Po shkenca? Se kam shkenca mjekësore. Okej, ke eksakt. Tani, ç'lidhje ka muzika me këtë profil shkencor? Profili shkencor është ish pjesa që të zëni diplomën në xhep. Pjesë e familjes. Pjesa e familjes. Dek që i kam qef, do me thënë që do të vazhdoj tek universiteti në Tiranë. Cili universitet? Do vesh ta ndjekësh. Sa vara mirë me bismillah. Bravo. Po që këto më shumë i kam zgjedhur për pjesën që edhe shkollën dua ta ndjek në një që kam qef dhe i gjej veten. Patjetër. Pastaj Kush rimson histori thuaj. bravo. Ti e kishe çik personale këtë më duket. E pra. Dhe kisha me ty, jo. Rëndësishme është që profesori mos ta dëgjoj. Që dëgjoj se kjo do publikohet. Çfarë as ka YouTube. E ka shumë YouTube. Ka shumë YouTube. Pafshim. Po prit, mos merr frym. Po, Se more mua ti. Më lindin pak kështu. Çfarë lloj profesioni mendon me këto? Matematik, fizik, që ta di dhe unë pak. Po të mbaj si miri Po. që je. Më pëlqen edhe pjesa ekonomisë, ndoshta informatikë ekonomike ose inxhinieri ekonomike. Do inxhinierosh ekonominë. Do inxhinieroj ekonominë e bizneseve. Okej. E pive ujin. E piva, unë Ti mora. Angelika. E pim. Në një kohë do ziheni. Edhe juve. Me partën Atëherë. prap. Duke pasur parasysh dhe profilin tënd si maturant dhe atë profesionin që ti the do ta kemi një diplom. Si profesion, shikon anën tënde si artist apo anën tënde me atë diplomën në xhep? Cilën anë mendon juve për shkak? Basketball. Po ja këtë të artistit një çik më shumë anon peshorja këtë ja. Ande anon shumë, jo pak. Është e mita kesh një plan B gati. Po, plani B. Se ku i dihet. E di di plan. Çfarë ndodh. Sa po e thash planin B. Jo, thënë ta kesh. Është e mirë. Po, Edhe pse në ato dy do të famshme ajo diploma s'do të duhet ndonjëherë një, po që hajt. amin. Angelika po shparos shumë e ndihmë. Po. Jo, më pëlqen, vazhdo.
Kemi ndonjë projekt kështu safërmi që duhet të presim? Po, avash. Avash. dalim të tëra. Avash. Sa një breshk. Avash. Okej. Mbarojmë testimet njëherë. Heqim të periudhën e testimeve qëndron. dhe mendoj se pastaj mund të presim projekte të reja. Po. Okej. Pastaj në qershor nuk do presim që mendoj. Po në qeshor do presësh edhe korikut edhe gushtit. Mirë, do pres për ditindjen atë në Korek e ditin. 31 korik. Një gusht do të thajë. Okej. Shumë faleminderit Bori që bëre këtë Të lutem. intervistë me ne, pranove ftesën tonë për të ardhur dhe Spiliazi ishte shumë i kënaqur. Goca. Ja dhe. Takim. Neve do ta takohemi përsëri në takimin e radhës. Po, do takojmë takimin e radhës. Dhe patjetër me këtë do ta mbyll patjetër. Nuk kishim ne si ta merrnim Borin këtu dhe të linim ne pa bërë një freestyle. Tani do ndjekim freestyle-in e Borit dhe ne këtu ju lëm me një përshëndetje. Pafshim. Bye. Ja. Dita të gjithve dhe si po ja kaloni, këte nga zyra tonë vështisht se na ndaloni. Podcatin e shkollës, ajde dhe dëgjoni, humor edhe muzik, se kshu e do zakoni, kur flete mikrofoni. Shumica prej jush jetoni po përtoni, gallata dhe të qeshura si që meritoni. Raqi Qirinxhi për këtë është kampioni, artistë shumë të ndryshëm që veç dalloni. Kaloni këtu Terezi në emision të diskutoni, gjithë mërzitjen tuaj shumë mire shkatroni, të gjeni si kur ne është vështirë të harroni.